Problemet me stomakun, fryrja apo dhimbja e barkut janë simptoma që duhet thënë ndikojnë në jetën e përditshme. Këto probleme shfaqen kryesisht kur vuani nga sëmundje që lidhen me sistemin tretës apo hani edhe ushqime të thata apo që përmbajnë edhe shumë sheqer. Një regjim ushqimor i varfër në ujë dhe fibra do të shkaktojë vështirësi në funksionimin normal të sistemit tretës. Një ndër zgjidhjet më të shpejta dhe të shëndetshme me të cilën mund të kuroni këtë problem është kura me vaj ulliri. Vaj ulliri ndihmon në tretje dhe funksionon si kur kryesisht për shqetësimet e stomakut dhe zorës së trash. Dhe janë disa kombinime të thjeshta që do ju ndihmojnë të evitoni problemet me tretjen dhe ndjesinë e fryrjen e barkut. Vaj ulliri dhe lëng limoni. Një recetë ekonomike me efekt të menjëhershëm. Ju këshillojnë të mos shtoni shumë limon në mënyrë që të evitoni pra aciditetin e stomakut. Ju duhet një lugë gjelle lëng limoni dhe pak vaj ulliri. Përzjeni bashkë 2 përbërësit dhe konsumoni rregullisht çdo darkë para se të shkoni për të fjetur. Kjo kur do të ndihmojë në tretjen e shpejtë të ushqimit duke e parandaluar edhe konstipacionin. Përdorini për 15 ditë. Vaj ullirit edhe kos. Megjithëse është një bashkim i pazakont, ka shumë avantazhe. Kosi është burim i stimulimit të tretjeve të ushqimeve. Pra, merrni kos, vaj ulliri dhe konsumojeni 3 herë në ditë me stomakun bosh pra para ushqimit. Kjo kur do ju ndihmojë të ndjeheni më të lehtë dhe më pak të fryrë. Vaj ulliri dhe banane, një tjetër kombinim. Banane është e pasur me kalium që ndihmon në stimulimin e tretjes. Nëse përzjeni me vaj, do të stimulojë lëvizjen natyrale të sistemit tretës duke parandaluar fryrjen. Ju duhet një banane, një lugë gjelle vaj ulliri, përzjeni së bashku dhe konsumojeni pra masën që do të formohet. Dhe së fundmi vaj ulliri dhe kafe. Një tjetër kombinim i pazakont, por ama që do ju stimuloj shumë dhe do ndihmoj përsa i përket sistemit tretës. Përzjeni kafen me vaj dhe pjeni çdo ditë për rreth 15 ditë në muaj. Bëjeni këtë recetë pjesë të regjimit tuaj të përditshëm për të parandaluar problemet me tretjen. Janë 4 mënyra të ndryshme që do të thotë se ju mund të zgjidhni njërin prej tyre, jo të 4 njëkohësisht, për një periudhë të caktuar kohore, 15 ditë do të shihni pra ndryshimet që do të keni.